Edi u njoftua zyrtarisht nga produksioni Big Brother VIP Kosova se Dolçe nuk është larguar për arsye familjare, por ndodhet në shtëpinë e Grande Fratellos si pjesë e një shkëmbimi. Edi u qetësua me faktin që Dolçe është në një mision. Produksioni kurseu atij pjesën më të hidhur të së vërtetës. Bëni subscribe kanalin Biz Shorts për më të rejat rreth showbizit vendor. Edi nuk e di se çfarë ka deklaruar Dolçe gjatë hyrjes në shtëpinë në Itali. Ajo e ka mohuar lidhjen apo pëlqimin me të, duke u shfaqur e distancuar. Një fakt që nuk ka kaluar pa u vënë re nga personat që menaxhojnë llogarinë e Edit jashtë shtëpisë. Reagimi i menaxhuesve të tij ka qenë i menjëhershëm dhe me thumba në Instagram, duke reflektuar zhgënjimin për sjelljen e Dolçes, të cilën Edi brenda ende nuk e din. Në një pyetësor të zhvilluar sot në profilin e Instagram, kur ndjekësit pyetën për një rikthim të mundshëm të Dolçes të premten, përgjigjja ishte injoruese. Kush është ajo? Kjo përgjigje duket se vjen direkt si pasojë e mohimit që ajo bëri në Itali për stafin e Edit. Nëse ajo e mohon atë publikisht, ajo kthehet në një të panjohur. Mbetet për tu parë reagimi i Edit kur të përballet me klipin ku Dolçe mohon atë që kishin nisur.